Periudha verës përkon me kthimin e emigrantëve në vendin e tyre. Kjo sjell një rëndim të trafikut në qytetin tonë. Policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit kanë krijuar një plan të përbashkët masash për të bërë të mundur lehtësimin e lëvizjes së automjeteve në qytetin tonë. Kërkojmë nga qytetarët bashkëpunimin e tyre me policinë e shtetit dhe me policinë bashkiake, si dhe përdëruesve të rrugës që të respektojnë rregullat e çarkullimit rrugor.